Pas disa javësh të mbushura me emocione, debate dhe momente të paharrueshme brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, këngëtari kosovar Gjesti ka shkruar historinë në edicionin e 4 të shtëpisë më të famshme. Me 19 prill, Gjesti u shpall fituesi i këtij formati të ndjekur nga mijëra qytetarë në mbar të rrojet shqiptare, duke rrëmbyer çmimin e madh prej 100.000 eurosh, por suksesi i tij nuk është ndalur me kaq. Profili i Gjestit në Instagram ka përjetuar një shpërthim të ndjekësve, duke arritur shifrën e jashtëzakonshme prej 603.000 ndjekësve, dëshmi e përkrahjes së madhe dhe dashurisë që publiku i ka treguar gjatë gjithë rrugtimit të tij brenda formatit më të famshëm në Shqipëri. Në finalen e madhe, ai mbylli natën me frazën e thjeshtë por të ndjerë, "Natën e mirë", një përshëndetje që në vend të fundit duket se shënon një fillim të ri për karrierën e tij publike. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se Gjesti është i lidhur me Edi Takon, lidhje e cila u formua gjatë qëndrimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku pati shumë ulje ngritje.